provimi maturës i matematikës. Provimi i tretë, duket se problematikat vijojnë të jenë të mbartura, ajo që është më, po themi, që konsiderohet edhe në opinionin publik më problematike dhe më skandaloze është vijimësia e daljes së tezës provimit vetëm disa minuta sapo provimi nis. Si e shikoni, kemi edhe me ekspertë tjerë kemi trajtuar, kemi folur, kemi stërfolur, por duket se nuk po merret asnjë mas për të zgjidhur kjo problematikë. Ju si e analizoni këtë gjë? Ky fenomen është i hershëm dhe njerëzit mundohen në Shqipëri përgjithsisht të bëjnë show. Dalja e tezës nuk është objekti vetëm që cënon procesin. Dalja e tezës bëhet nga njerëz që kanë pasion, kanë një detyrë, kanë një mision, mund të jenë të shkëputur dhe nuk di nëse ka shumë pika nga del teza, sepse po të ishte dalja e tezës objekti i kopjes, do të kishim shumë dalje për të futur shumë teza të zgjidhura për të ndihmuar nxënësit. Pra unë mendoj që bëhet për show dhe për mua nuk e cënon. Megjithatë duhet të evitu sepse është një dukuri e shëmtuar që cënon procesin nga ana vizuale, po jo në përmbajtje, aq sa mendohet që publikohet në për. Pra ju thoni që nuk e cënon në përmbajtje procesin e provimit? Unë edhe i kam trajtuar dhe personi që e dërgon nga brenda jashtë dhe anësjellës nga jashtë brenda, ruajnë njëri tjetrin. Nuk kanë interes sepse metodat e zbulimit të hakerave janë sofistikuar tashmë dhe çdo njeri e ndjen krikën. Pra unë nëse dua të bëj një kopje, kam mundësinë të marr aparatin, të fotografoj, të ja çoj dikujt tezën, ma zgjidhit, ma kthej prapë, domethënë kjo mbetet midis nesh, sepse unë dhe ai kemi frikë për të u ekspozuar sepse do ndëshkoheshim. E ligjit ka që të ndëshkojnë për këtë rast. Pra, unë nuk e shoh daljen e tezës si është gëzim i madh, qef i madh i njerëzve të saktuar që mendojnë që dalja e tezës i 10 minuta edhe kohën 10 minuta e kanë kështu si shumë qef të thonë që doli teza për 10 minuta dhe u bë dalja. Por, po themi që shumica, pjesa dërmuese e 27.000 maturantëve që futen në testimin e maturës nuk kanë akses, po themi, në atë moment të kjo tezë që ka dalë. Ajo më shumë qarkullon në rrjetet sociale, thoni ju. Pra nuk është se ata kanë akses që do të kopjojnë apo do të dërgojnë zgjidhje ushtrimesh apo nuk e di. Jo, unë më tepër i druhem jo të daljes tezës. E para do të bëj një korrigjim, si ta kemi parasysh edhe ju dhe ato të ministrisë se përdorin termin 27.000. Janë 25.600 maturantë që janë nështruar provimet maturës shtetërore. 2005. Kjo është gabim për ju s'është gabim është ministrisë, sepse ato punojnë me këtë shifër, që çdo kompetent gabim. Unë i druhem më shumë futjes së tezave të zgjidhura ose njerëzve që kanë tezën e zgjidhur dhe shpërndajnë atë në mjediset e provimit, se sa daljes së tezës. Pra, këtë kush e zbulon? Zbulojnë ka shumë instrumenta për zbuluar se fatmirëve si ju ka kopjuar ose s'ka kopjuar. Nëse një nxënës X është i nxënës mesatar dhe merr notë maksimale në provim, kuptohet që ka kopjuar. Dhe në ambientin ku ka kopjuar, ku është nxënësi X, ka një kamerë, duhet të ketë një kamerë dhe institucionet përgjegjëse, Ministria e Arsimit dhe levët e saj, duhet të marrin serverin, kamerën e dhomës ku është evidentuar nxënësi X, dhe shikohet se kush ka hyrë, kush ka dalë dhe si ka vepruar. Pra, mënyra e zbulimit të kopjes është fare e thjeshtë. Sepse kemi përvojën, dëgjojmë që hakera shumë të sofistikuar, të bankave e tjerë, kapen. Jo s'u kap ka dot një nxënës ose një punonjës që fut kopje ose nxjerr kopje. Qartë. Në qoftë se zhvendosemi nga pjesa e kopjes tek pjesa e administrimit të procesit më në tërësi, nuk e di se si është analiza juaj, po them, në këtë pjesë, te pjesa e mjediseve, ju sapo i përmendët që do duhet ketë kamera për të verifikuar këto raste, pjesa e personave që menaxhojnë dhe pjesa tjetër për shkakun që ju përmendët pak më herët me telefona të dytë që mund të futen. Pra nëse nxënësit dorëzojnë telefonin e parë, po ka një tjetër të dytë në xhep dhe çështje të tjera, po themi të kësaj natyre që ju i dini më mirë se unë. Jo, duket si gjë shumë e hollë futja e celularit në mjediset e provimit. Shkollat janë të hapura edhe para provimit, një ditë para provimit. Dhe nxënësi i shkollës
përmjet qoftë edhe roz, ose pastruesi, ose një mësuesi, merr një celular dhe vendos në një ambient tepër sigurt, në tualet për shembull. Mësuesi ka drejt të kalojë nga salla e provimit tek tualeti. Është jo e lejueshme. Dhe aty ai merr celularin dhe nuk kontrollohet më nëse ka apo s'ka celular. Pra, futja e celularit nuk është eliminimi i futjes celularit nuk përfundon me detektimi që bëhet tek dera e provimeve. Jam i sigurt që gjithë grupet menaxhues të procesit të futjes maturantëve në provim është korrekt gjithmonë me detektorët, por sallat e provimit, midis e provimit, a ka bllokues valësh të internetit? Nuk besoj se ka, sepse derisa del kopja do vonë nuk ka. Po. Në sallat e provimit, si thash më parë, a ka kamera për të evidentuar në një shmangje? Nuk ka gjithandej. Ose nëse ka, nuk përdoret. Kjo tregon që për më tepër, ai që bëhet si ju procesin e synon kryesisht administrimi i provimit. Njerëz të papërgjegjshëm, njerëz me një detyrë të caktuar nga njerëz që kanë pushtet mbi to, mundohet të ndihmojnë X-in Y-in dhe ai ndihmon të tjerët në klasë dhe kjo është evidente, s'është. Pra kemi dëgjuar që në një klasë futet një mësues që jep kopjo një nxënës X dhe me nxënësin X i gjithë bashkësia e kësaj klase përfitojnë sepse do të mbyllin gojën e atij që bëjnë veprim pa rregull. Po, nuk e di nëse përveç këtyre gjërave që unë konstatoj nga jashtë si gazetar që jam, ju vetë si edhe profesor, edhe nga përvoja juaj, çfarë problemesh të tjera do të konstatoni sa i takon administrimit të këtij procesi? Administrimi është futja e nxënësve në klasë dhe ai përgjegjësi i administrimit të klasës. Po. Ai ka gjithë. Pra, nëse ai çdon shmanget në zbatimi i detyrave, procesi aty çdon. Pra, çdo klasë është një qelizë ku mundet të ruhet të bëjë detyra siç është për të bërë, ose të celohet procesi. Pra, rëndon që në klasa ku bëhet provimi ka njerëz që me dëshirën e vet ose të diktuar nga të tjerët celojnë procesin e provimit. Profesor, ajo që unë dua të kuptoj është nëse kjo gjë zgjidhet duke marrë masa, po them, deri edhe penale ndoshta se nuk jam i qartë tani, ndaj këtyre administruesve të procesit, apo matura shtetërore ka nevojë për një reformim pak më të gjerë në koncepte dhe në zbatim. Tani ky është një muhabet që duhet ulemi gjithë ditën ta bëjmë, unë e kuptoj, por që për të vënë disa piketa. Dëgjoj shpesh që a duhet as duhet matura shtetërore. Para maturës shtetërore nuk është dalse, është hyrëse. Pra, maturanti ka marrë maturën me rezultatet që ai ka marrë gjatë 3 viteve të shkollimit të shkollës, 4 vite që është shkollë profesionale. Dhe për provimet hyrëse, për të regjistruar në shkollën e lartë, ai i nështrohet këtyre 4 provimeve. Dhe për këto 4 provime është interesuar jo vetëm shkolla, gjimnazi, shkolla arsimi parauniversitar, por edhe arsimi universitar. Pra, në rastin në një mjedis ku zhvillohen provimet e biologjisë, nuk ka pedagog të universitetit të mjekësisë që të kontrollojë se si bëhet, sepse ky është filtri i parë që i bëhet nxënësve për të hyrë në fakultetin e mjekësisë. Pra le të jenë ato përgjegjës. Atë kjo punë mungon ky bashkërëndim midis arsimit parauniversitar dhe arsimit universitar. Dhe kjo është arsye që nuk ka rregullsi. Qartë, duket sikur aty përfundojnë gjithçka, ndërkohë që është kjo që thoni ju, që aty në fakt nis një tjetër hap e arsimimit. Kështu që ai e ka mbaruar shkollën e mesme. Si edhe hapin për të shkuar në shkollën e lartë. Qartë. Në shkollën e lartë duhet disa kritere, të japi gjuhën shqipe, gjuhën e huaj dhe një lëndë të preferuar të universitetit, siç është kimia, biologjia, fizika për mjekësinë. Qartë. Profesor, duhet të idem tani konkretisht tek provimi i matematikës, që u zhvillua para 2 ditësh, provimi i 3 i maturës shtetërore, kujtojmë që i 4 do të jetë në datën 24, provimi i tjetër me zgjedhje pra. Matematika ndoshta një nga lëndët më të rëndësishme të formimit ton, edhe më të rëndësishme dhe sa i takon lëndëve që një student i ardhshëm në fakultet do të duhet bëj, po nuk e di nëse ka patur ankesa për vështirësi të këtij të provimit të matematikës, apo nëse janë vënë re disbalanca midis rezultateve në shkollë dhe rezultatit të provimit, megjithëse rezultati i provimit s'ka dalë akoma, po them nga vitet e kaluara.
E dëgjoj shpesh të pyetjen që bëjnë gazetarët ndaj nxënësve maturantëve që dalin nga universiteti, si do duk teza. Si po? Çdo tezë duhet të ketë tre pjesë të ashtu tregues. Ushtrime të lehta, po jo shumë të lehta, ushtrime mesatare dhe ushtrime të vështira. Pra, një tezë, po të bëjmë mesatare në aritmetikë, është mesatare. A ka ushtrime të vështira? Po pse çdo kush që hyn provim matematikës është detyruar të marrë 10, nëse nuk e meriton, unë nuk e pranoj kurrë se si që kjo tezë që ka dalë si mjet për shkak, konsiderohet e vështirë sepse ka 2 ose 3 ushtrime që janë pak sa më mbi mesatare. Pra, nxënësit janë mësuar të ngopen me luk bosh, të joshe me nota fiktive, të mendojnë se atyre duhet të shkoj patjetër kopjo, dhe kjo gjë nuk ndodhet kudo sepse ka dhe qeliza shumë madje, brenda në qytetin e mëdha për shembull Tiranë, jam sigurt që ky proces nuk çdon, dhe të janë mësuar të flasin që ishte provim i vështirë. Matematika si lëndë është e vështirë. Patjetër. Notat janë nga 4 deri te 10, madje jo me nota të plota, janë 4.5, 4.64, 4.98. Kjo bën diferencën. Pra, ai që është i Zotit le të marrë 10.00. Pra atë provimi është koha, është koha e pamjaftueshme. Koha është shumë e mjaftueshme. Matematik nuk si kemi bërë këto ushtrime. Çdo gjë që ka qenë në test, ka qenë brenda programit. Kam vërejtje për tezën, kam shumë vërejtje. Shprehem në një rast tjetër. Në këtë rast nuk është e nevojshme të shprehem për tezën, po kundërvejem njerëzve që mendojnë që koha pa mjaftueshme, teza me ushtrime jashtë programit, teza me ushtrime të vështira. Asnjëra nga këto nuk çdo. Pra, nuk kemi, kjo është fakt edhe ankesa kryesore që qarkullon edhe në opinionin publik, profesor, që ka mos përputhje midis programit edhe asaj që ka rënë test, po mua më duket pak e çuditshme kjo se çfarë do bërë tjetër në test. Absolutisht. Ai kam parë me imtësi, fatmirësi, dhe unë gëzohem për faktin që teza del, sepse ka mos i ta shoh, se QSH-ja nuk e nxjerr tezën, e fsheh. Pra unë e marr nëpërmjet rrjeteve, ma dërguan dhe pash me imtësi, nga ai ushtrim i parë deri ke 33, asgjë nuk është jashtë programit. Asgjë nuk është shumë e vështirë, madje kam vërejtje sepse disa ushtrime që mund të ishin edhe më të vështira, i ka lecuar autorin në mënyrë jo matematikore, jo shkencore. Qartë. Po më lejoni që ta zgjeroj pak këtë pyetjen duke qenë se siç e thash edhe në fillim, matematika është një nga disiplinat më të rëndësishme të formimit të jetës së njeriut, jo thjesht të nxënësit, jo thjesht të studentit. Po sa i takon ankesave që nxënësit kanë për vështirësi, apo që qarkullojnë në opinionin publik. Kjo ka lidhje me rënjen e nivelit të nxënësve apo me rënjen e nivelit të kurrikulave? Sa i takon matematikës klas gjithmonë? Është me joshjen e nxënësve, me përkëdheljen e nxënësve dhe me autoritetin jo të mjaftueshëm të mësuesit ndaj punës që bën. Pra, një mësues i mirë, e them për shembull që të menduarit kritik. Menduarit kritik do të thotë që unë kam normal të shkruaj diçka, të ditë, për të menduar kritik në lëndën e matematikës. Në matematikë nuk jepen ushtrimet që ndryshojnë vetëm numrat, po jepen ushtrime që pjesë zatë të këtij ushtrimit janë zgjidhur më përpara me klasën dhe nxënësi mund t'i bashkojë në një ushtrim më të vështirë. Pra, absolutisht duhet mendoj që në matematikë nxënësit duhet t'i japësh patjetër ushtrimet që i ka bërë në klasë ose që i ka modelin e testit. Madje unë do kritikoj modelin e testit që nxjerr Ministria e Arsimit. E quhen sikur bën një gjë të madhe. Nuk ka nevojë për model testi. Rëndësi ka që tipet programi orientues dhe që jepet gjithmonë, edhe jepet teza ditën e provimit. Nxënësit e dinë si është formati i provimit, pra programet, modelet e testeve që nxjerr Ministria e Arsimit janë për show, jo se ndihmojnë nxënësit, sepse në ndonjë rast ata kanë drejtë, domosdoshmë se ka shumë ndryshim midis modelit të testit që u shpall për maturën 25 me testin e maturës 25, shumë të ndryshme. Të dyja janë matematikës, të dyja janë për jashtë programit, nga forma ndryshojnë. Atëherë nxënësit thotë, nëse kam si kjo formë, nuk është forma, përmbajtja është ajo që përcakton nivelin, cilësinë e testit matematikës. Qartë. Profesor, do ta lë maturën shtetërore, besoj do të kemi mundësi të flasim sërish, sepse ende s'ka mbaruar, por është edhe aplikimi për universitet, po duan fakt përqendrohemi në një çështje të fundit, në këtë bisedën tonë bashkë, që ka të bëjë me procesin e kualifikimit të ri të mësuesve, të drejtuar ose të udhëhequr, nuk e di, ju më korrigjoni, nga Ministria e Arsimit. Në analizën tuaj, a ka funksionuar realisht ky proces i kualifikimit të ri të mësuesve? Ma shpjegoni se dua ta kuptoj vërtet këtë gjë. Asgjë s'bëhet.
Kualifikimi i mësuesit është një format falso që mësuesi e bën atë në kuadër të 3, 8, 10 marrë ato shtesën e rrogës dhe asgjë s'bëhet për kualifikimin e tij. Unë kam qenë shumë kritik në këtë drejtim, po ta hapesh faqen time të Facebookut. Janë shumë thënie të mia se si mund të trajnohet një mësues, për shembull për tezën që është bërë si mjet matematik, kam ngritur shqetësimin që a duhet kemi të licencuar artues testesh, të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, sepse ka një përvojë shumë të bukur që unë e njoh mirë të italisë, të anglisë dhe të francës pak, të dy shtetet, A-level, IB-a dhe gjimnazi liceu shkencor i Italisë, njoh shumë mirë dhe janë teza shumë të formuara, nga njerëz jo fut dorën në thesjen e mësuesve, merr një mësues edhe artot testin. Jo, do të jetë specialist. Unë kam ndërmend të shkruaj diçka për tezën e pardjeshme në lidhje me se si mund të bëhesh më mirë tezë. Po, nuk e di, meqense po ju marr një intervistë para se ta shkruani, nëse mund të zbuloni diçka nga ajo që keni në plan të shkruani. Pa i hequr sekretin. Lidhje me kualifikimin e mësuesve, apo me lidhje me hartimin e tezës? Në lidhje me atë se çfarë do të shkruani ju. Ju thatë për hartimin e tezës, kam përshtypjen. Po, hartimin e tezës. Domethënë, do t'i marr ushtrimet, disa nga ushtrimet, do t'i marr për shembull ushtrimit 8 aty. Po. Është një pikë dhe jep 2 brinjë të një pasnjëshme të një paralelogrami dhe diagonalen. Po. Dhe kërkon largesën ndërmjet tyre 2 brinjëve të përballta. Ai tregon se i ka dhënë, edhe nga figura, është se kanë shkon drejt që në pas të drejtën e Pitagorës jep diagonala është lartësi. Pra jep e kam menduar që po të trajtohesh ndryshe, isha unë autor testi. Po. Do jep atë ushtrim, do ta modifikoja dhe në mënyrën e modifikimit do t'i shkruaj, që ditë një ushtrim i bukur. Pra ushtrimet ka një koncept gabuar që ushtrim me alternativa duhet t'i bësh me mend pa shkruar. Kjo është gabim. Zonësit duhet shkruaj, alternativa nuk e di pse ekziston, ka ekzistuar që në kohën kur edhe unë kam qenë në ministri, por nuk e di pse ekziston, ose të ekzistojë po të ketë dhe penalitet. Pra ti mund të zgjedhësh alternativën A, B, C ose D, po qofse në 2-3 gabime ti duhet të eliminoj të hiqet një latë. Kurse tek ne është që zonësi edhe po gaboj, nuk hiqet asnjë latë. Kjo është për mua është parregullsi. Nuk e ka bota kështu. Në testet që bëhet ndërkombëtare, në çdo 3 ose 4 gabime hiqet një pikë. Qartë. Për t'ju rikthyer së fundmi kualifikimit të mësuesve, se unë nuk e kuptova. Ju thatë duhen kualifikuar për hartues testesh. Tani, a nuk funksionon që hartuesit e teksteve të jenë edhe hartuesit e testeve? Hartuesit e teksteve kanë vdek në Shqipëri, sepse tekstet përkthehen në mënyrë me Google Translate, jo nga specialist, me Google Translate e theksoj këtë, nga tekstet më të dobta që ka Britania. Tekstet e matematikës dhe shkencave në përgjithësi, të paktën në shkollën e mesme që unë i njoh, janë në nivelin e dur. Pra kjo bën që edhe teza të jetë shumtuar për ne që kemi marruar maturën, që kemi marruar maturën vetë si ish në danës, si maturant, por dhe kemi dhënë mësim tek maturant që kanë bërë provime shumë dinjitoze. Ky provim është qesharak për një ish maturant të viteve para 96-s. Pra, në kuadër të kualifikimit të mësuesve, trajnimit të mësuesve, po vjen re ju tek testi i kualifikimit të mësuesve, pjesa më e madhe është pjesa ligjore. Mësuesi duhet di procedurat, ligjin, po jo për mbajtjen mësues matematike. Mësues matematike ai askujt po të hapesh faqen time, gjen goxha materiale si indikacione se si një mësues i matematikës mund t'i jepesh një problem ta trajtonte në mënyrë të tillë që të ishte e këndshme për gjithë klasën, edhe për të punuar hap pas hape me gjithë nxënësit dhe me gjithë. Pra mungojnë format moderne të trajnimit të mësuesve. Qartë, ne shpresojmë për hir të vjetësisë dhe rritjes pagës bëhen ca provime pa shumë Edhe ato 4 nivelet e famshme të kualifikimit deri te mësuesi mjeshtër, unë vërtet nuk i kuptoj, domethënë çfarë do të thonë mësues mjeshtër, si përkthehet konkretisht. Megjithatë, doja Këtu duket termi i gabuar, mësues mjeshtër. Mjeshtër bëhet dot pse ke 10-12 vjet. Mjeshtër është ai që është mjeshtër, që nxënësi e vlerëson si mjeshtër.
Po të hapish faqen time, mund të gjesh fare bukur një shkrim për mësuesin mjeshtër. Një para 5-6-7 muajsh.